SBA publikon listën e të rrezikshmëve, mes tyre 6 veta nga Kosova dhe Shqipëria. Ata që shihni janë 6 personat më të rrezikshëm në listën e Shtetit Bashkuar nga Kosova dhe Shqipëria. 6 shtetas shqiptar janë arrestuar dhe publikuar në listën amerikane të personave konsideruar me rrezikshmëri të lartë, sipas raportit të Departamentit të Sigurisë Kombëtare. Këta individ janë ndaluar si pjesë e operacionit të gjor federal që synon identifikimin dhe largimin nga Amerika të personave me rekorde kriminale të palishëm ose që konsiderohen kërcënim për sigurinë publike. Të arrestuarit me origjinë shqiptare përfshirë në këtë listë janë Vasil Vukaj, i shpallur fajtor për vrasje, arrestuar në Kaliforni; Florian Delia, i dënuar për sulm fizik, ndaluar në New York; Adush Munçaj, me precedent për dhunë fizike, arrestuar në Utah; Marian Maka, i dënuar për vjedhje, sjellje të shregull dhe kërcënime terroriste, arrestuar në Kaliforni; Nikol Lejshaj, nga Kosova, i ndaluar për sulm dhe përfshirje në aktivitete kriminale; Besart Hoxha, nga Kosova, jetuar për përfshirje në organizata kriminale sipas ligjit RICO. Përfshirja e shqiptarëve dhe kosovarëve në listën e fundit ka tërhequr vëmendje edhe brenda komunitetit tonë këtu, duke ngritur shqetësimet për imazhin e diasporës, ndërkohë autoritetet amerikane kanë paremëruar se operacionet e kontrollit dhe dëbimeve do të vijojnë me intensitet lartë në javët në vijim.